Cili ka qenë komunikimi juaj i fundit me Shpat Kasapin, edhe pse duhet thënë se ju jeni larguar nga Shqipëria shumë herë dhe keni pasur një angazhim mjaft intensiv sa i përket. Po. Po, unë jam takuar me Shpatin edhe në Greqi, me ka ftuar, sepse është një djalë që nuk e vlerëson mirënjohjen dhe e çmonte atë që çfarë unë s'kisha bërë asnjë gjë, por sepse ai e meritonte, e çmonte domethënë ndihmesën, suportin që ishte në një periudhë caktuar, me pati kontakt, erdhi në Amerikë dhe më shkruajti, je i ftuar në koncertin tim edhe vajta, e u takuam, u shmallëm shumë, por pastaj zhvillimet që erdhen, sepse edhe unë shumë ngarkuar, se erdhi periudha që unë angazhova shumë në industrinë e filmit, edhe tentuam që të takoshim një moment tjetër, por nuk u bën mirë për arsye të pandemisë, për arsye të ajo na prishin gjithë planin, që kishim një plan për të biseduar, se tentonte për të hyrë në botën e filmit. Edhe i thash, mund ta provosh veten, gjithnjë me të shkruar në Instagram, se shkruanim në Instagram, e pse jo. Dhe këto kanë qenë momentet momentet e fundit që mund të them, komunikimin vetëm anë Instagramit, përveç se u takuam shumë vite përpara në një zonë të Manhattanit, aty ku do jepte koncertin ai, u takuam në një hotel dhe u shmallëm, njëri shumë mirënjohës, njëri që thash të gëzosh respekt tek ai, se është shumë djalë i edukuar edhe i sjellshëm. Më erdhi keq se ndoshta një ditë mund të kishim një fryt bashkëpunimit për ta rekomanduar, ta sugjeruar në vende ku mendoja që ai mund provonte veten dikun, por nuk ishte e shkruar. Kjo është gjithë historia, domethënë sa kemi patur kontakte të fundit me Shpatin, të cilët nuk arritën për arsye të pandemisë, kjo sepse kishim një plan aty nga vitet 2019-20, por që u shuajtën që nuk na la, edhe ai kishte ato planet e veta, projektet e tij në Shqipëri e në vende të tjera. Zoti Caka, dhe i pyetje fundit, si mendoni, cila është trashëgimia që la si këngëtar dhe si artist Shpat Kasapi në botën e muzikës ndërshqiptare, dhe nga ana tjetër, a ka lënë ai një boshllëk sa i përket pjesës së nivelit të tij artistik që vështirë se mund të mbushet në vitet në vijim? Absolutisht. Tu kemi, thash, muzika shqiptare është në zi, sepse kemi një humbje të një artisti që kishte shumë ëndra, kishte shumë për të dhënë. Ai për një periudhë, thash, pothuajse 20 vjeçare, ai la emrin e tij, një emër sa gjithë vetëm reagimet që ka nëpër gjithë rrjetet sociale tregon është shumë për të thënë, se kaq i njohur ishte ai, kaq i dashur ishte ai. Ai la një trashëgimi të një këngëtari që përveç vlerës së artit, pra vlerës muzikës që kishte, mbi të gjitha ishte njeri. Ishte një djalë shumë i edukuar, një djalë që gjithmonë jepte një buzëqeshje, jepte të gjithë kolegët që flasin për te, jepte gjithmonë një kurajo, ishte i afrushëm, mundësisht edhe i ndihmonte, dhe mbi të gjitha kishte sjelljen shkëlqyeshme. Pra ishte një djalë që me gjitha gjërat ishte i kompletuar. Dhe ai la shumë, domethënë boshllëk muzikës shqiptare, që besoj që ai do kujtohet gjithmonë, do kujtohet sepse la hite në muzikën shqiptare, la këngë që do vallëzohen vazhdimisht, janë goxha, janë pasuri ato, pasuri të trashëgimisë kulturore, që nuk do shuhen kurrë. Edhe ai la
pasurinë e vet, domethënë edhe biologjike, tek familja e vet, një djalë, edhe ajo është goxha e madhe sepse la një trashëgues të tij dhe uroj inshallah të ka fatin e mirë të ketë një domethënë të jetë një artist i madh, siç ishte baba i tij. Dhe mbi të gjitha është ne shqiptarët, ne du ta kujtojmë atë, se çfarë na la tani, ne du ta kujtojmë, ne duhet kujtojmë edhe atë që la trashëgimi ai, që shteti njerëzit mos ta braktisin, do të thënë familjen e tij, por të vazhdojmë ta duam, të vazhdojmë ta suportojmë, sepse është një amanet i tij, të cilën ne duhet ta vlerësojmë, sepse siç na la një trashëgimi muzikën e tij modeste, ashtu edhe ne duhet bëjmë atë që ta vlerësojmë e ta kujtojmë gjithmonë si një artist të madh të muzikës tij, sepse muzika ka shumë e shumë zhanra, por ai kishte muzikën e mirëfillt të tij, të cilën e gërshetonte me popin, edhe me folkun e me gjitha. Pra, ai la, mund thuash më tepër, la patenten e tij. Dhe kjo është shumë për një djalë të ri, vetëm 40 vjeç. Pra, është domethënë është një punë e tij 20 vjeçare që ka punuar shumë, por fati i jetës ja la në mes të gjitha të projektet e tij që kishte dhe ëndrat e tij. Nuk mund të flas asnjë gjë tjetër sepse është një moment ku edhe unë ndihem shumë keq në këtë moment që flas, ai sapo ka lënë, domethënë dje ka lënë jetën dhe ka shkuar në botën e engjëve për ta kujtuar gjithmonë, edhe është akoma e dhimbshme. Dhe tani që po flasim ne, është e dhimbshme të flasësh sa shpejt dhe sa mizore ishte kjo jetë ndaj atij. Është gjithë atyre që kanë humbur të mosh, është fatkeqësi e madhe. Zoti Caka, ju jeni pjesë e botës së artit, duke qenë se ju jeni aktor tashmë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe keni luajtur për krah disa aktorëve të mëdhej atje. Dhe duke qenë pjesë e botës së artit, cili ishte ai element artistik që ju befasoi te Shpat Kasapi dhe që më pas edhe ai e shpalosi qoftë në skenën e muzikës në këtë rast, siç e përmendët ju për publikun grek, qoftë ashtu dhe për botën e muzikës shqiptare? Është e qartë gjithmonë në talentin që domethënë kur flas për Shpatin, flas tek fusha muzikës. Në muzikë, në fushën e muzikës, përveç talentit që t'jep natyra tek zëri, janë edhe disa kriteret e tjera, të cilat e ndihmojnë një artist për të patur një performancë të shkëlqyer. E kështu, siç ju thashë përpara, paraqitja jashtme e ka ndihmuar shumë Shpatin në këtë rast. E plas këtë si një aktor që jam brenda në industrinë e argëtimit, kështu quhet, industrinë e filmit, edhe një nga kriteret kryesore që kërkohet edhe aktorit është edhe paraqitja jashtme. Domethënë plus ato favorizimit që ka në anë të aktrimit, domethënë të hyrë në karaktere. Dhe këtë po them, po lidhet tani edhe tek rasti i Shpatit. Ai kishte një fat që disa edhe e kanë, disa edhe se kanë, që gërshetohet, domethënë zëri, voice, zëri bashkë me paraqitjen. Edhe me natyrën, karakterin e tij. Ai ishte një karakter i shpërthyer, e kërcente, e ndjente muzikën, domethënë e kërcente bashkë me të tjerët, domethënë. Pra, gjitha këto ndërtuan një artist që sot ka mbetur edhe gjithë e kujtojnë Shpatin për këngët e tij, domethënë që kanë qenë hit në periudha të ndryshme,
edhe valët që kërcehen me muzikën e tij, me këngën e tij, kështu që unë mendoj që ai ka qenë i kompletuar si një artist, pra një artist që donte edhe muzikën, por mos u gabosha, ai ka tentuar të hyjë edhe te filmi. Edhe ka bërë, nuk e di si çfarë, sepse nuk kam qenë në Shqipëri që domethënë jem nga afër me zhvillimin që ka patur ai, por me çfarë kam dëgjuar edhe më ka shkruajtur edhe një farë kohë që e pëlqente filmin edhe kërkonte që në një moment të vinte edhe në Amerikë, pse jo ta provonte veten. Por fati i keq e preu në mes gjithë atë shpresë të tij, ëndrat e tija, që mund të kishte shumë e shumë. Këtë mund të them për anën e, domethënë si një aktor që jam brenda botës së artit, domethënë që është i gjithë përfshirës, domethënë që është brenda muzika, domethënë aktrimi, gjitha bashkë.